Më shumë se 2 javë pas vendimit të Komisionit të Mbrojtjes pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë për forcimin e sigurisë, numri i efektivëve të Gardës së Republikës që shoqërojnë Altin Domanin vijon të mbetet i njëjtë. Burime nga struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar bëjnë të ditur se pavarësisht miratimit të kërkesës për rritje të nivelit të mbrojtjes fizike, në praktik nuk është shtuar asnjë efektiv për ish drejtuesin e institucionit. Kërkesën për shtimin e masave e paraqiti kreu aktuali SPAK Klodian Brau dhe komisioni e mbështeti pas shqyrtimit të analizës së riskut. Ndërkohë, policia e shtetit ka ofruar shoqërues sa herë që SPAK e ka kërkuar një gjë të tillë. Garda e Republikës nuk dha të dhëna për masat konkrete të sigurisë. Institucioni sqaroi se informacioni mbi organikën dhe numrin e efektivëve që angazhohen për mbrojtjen e personaliteteve klasifikohet si sekret shtetëror. Sipas Gardës, dokumenti që përcakton numrin e punonjësve për grupet e shoqërimit mbështetet në një vendim të Ministrit të Brendshëm të datës 17 nëntor 2021, ligji nr. 10 fraksion 2023 për informacionin e klasifikuar e përjashton këtë kategori të dhënash nga aksesi publik. Institucioni theksoi se ndërtimi i eskortave bazohet në analizën e riskut dhe në kriteret e përcaktuara nga një vendim i Këshillit të Ministrave i dhjetorit 2021. Sipas të njëjtit qendrim, shoqërimi i Dumanit kryhet në përputhje me kuadrin ligjor dhe me organikën e miratuar nga Ministri i Brendshëm. Përmes një kërkese për informacion, mediat i drejtuan dy pyetje konkrete Gardës: nëse është shtuar numri i efektivëve pas vendimit të Komisionit të Mbrojtjes dhe sa është numri i efektivëve që sigurojnë aktualisht Dumanin dhe familjarët e tij. Para dhe pas këtij vendimi, institucioni nuk dha përgjigje për këtë çështje. Komisioni i Mbrojtjes vendosi në fund të janarit rritjen e masave të sigurisë për Dumanin dhe disa prokurorë të tjerë, duke marrë në konsiderat çështjet që ata kanë trajtuar ndër vite. Megjithatë, sipas burimeve nga SPAK, në terren nuk ka ndryshim në përbërjen e grupit të sigurisë për ish drejtuesin e këtij institucioni.